Turistët në Barcelonë mund të tatohen deri në 15 euro për natë, pasi qyteti rriti tarifën e turizmit në një nga më të lartat në Europë, si pjesë e përpjekjeve për të frenuar numrin e vizitorëve dhe ndihmuar në financimin e strehimit të përballueshëm. Parlamenti rajonal i Katalonjës miratoi një ligj për të dyfishuar taksën për klientët e hoteleve në Barcelonë nga muaji prill në një maksimum prej 10 deri në 15 euro për natë, nga 5 euro që është aktualisht në 7.5 euro, në varësi nga kategoria e hotelit. Një qëndrim 2 netësh për një çift në një hotel me 4 yje, kategoria pothuajse gjysmës së të gjithë hoteleve në qytet, tani mund të kushtojë 45.6 euro shtesë, pasi autoriteti lokal mund t'i ngarkojë deri në 11.4 euro për natë për person. Vizitorëve në hotelet me 5 yje mund të ngarkohet deri në 15 euro nata dhe pasagerët e kroqerave do të vazhdojnë të paguajnë rreth 6 euro. Masa shkaktoi reagime të ndryshme nga turistët që vizitonin Sagrada Familia. Disa thanë se kjo mund të ndihmonte në parandalimin e mbipopullimit dhe përmirësimin e shërbimeve publike për banorët, ndërsa të tjerët mendojnë se kostot më të larta mund të bëjnë ata të rishqyrtojnë vizitën përsëri në qytet. Autoritetet në Katalonjë përpiqen të gjejnë një mënyrë për të përgjigjur protestave gjithnjë në rritje nga banorët në lidhje me numrin e tepërt të turistëve, të cilët sipas tyre po shtrenjtojnë çmimet e banesave duke nxitur një rritje të qerave afatshkurtra të pushimeve. 1/4 e të ardhurave të mbledhura do të ndihmojnë në adresimin e krizës së strehimit në qytet, sipas vendimit. Barcelona ka njoftuar tashmë planet për të ndaluar të gjitha akomodimet me qera afatshkurtër deri në vitin 2028, ndërkohë mysafirët e shtëpive me qera për pushime do të paguajnë një maksimum prej 12.5 euro taks për natë nga 6.25 euro që ishte më parë. Përpara rritjes së taksave, Barcelona renditej e 11 në listën e vitit 2025 të platformës së qerave të pushimeve Holidu, pas Amsterdamit, ku turistët paguan më shumë në Europë me 18.45 euro në ditë.